Brenda 24 orëve, numri pacientëve është përmi 350 pacientë. Kurse për pacientë ambulantor janë me termine që shkon dikun deri në 5 dhe 6 ditë janë terminet, jo ma gjatë. Për herë të parë në nivel të Kosovës që të bëhet digitalizimi i analizave laboratorike që është ndihmës. Me këto është bërë mundur që rezultati të shkon të pacienti përmes email-it. Brenda vitit dikun dhe kemi përmi 1 milion analiza, kryjmë shërbime për pacientë të cilët janë shtruar në spital, po ashtu edhe për pacient ambulantor, pacient që nuk janë shtruar. Brenda ditët, brenda 24 orëve, numri pacientëve është përmi 350 pacientë. Disponojmë me aparaturë që është funksionale, aparaturë njëjtë sikur që e ka Instituti Biokemisë Klinike në Prishtinë. Reparti është i renovuar, është ambienti i pastër, nuk kemi të lashë sa i përket infrastrukturës në laborator. Për pacientat të cilët janë prej urgjencë që vinë dhe për pacientat të cilët janë të hospitalizuar, nuk ka absolut pritje. Shërbimi kryhet brenda asaj dite kur vjen kërkesa. Kurse për pacientat ambulantor janë me termine që shkon dikun deri në 5 dhe 6 ditë janë terminet, jo ma gjatë. Për herë të parë në nivel të Kosovës që të bëhet digitalizimi i analizave laboratorike që është ndihmës për neve, por të njëjtën kohë është edhe shumë më saktë në lëshimin e rezultateve përmes metodës kompjuterike. Gabimet analitike, të cilat ne i analizojmë analizat, është mundësia minimale e lëshimit të gabimeve për ndonjë parametër. Ne disponojmë me nimëri aparaturash që për çdo rezultat që është i dyshim, është mundësia e përsëritjes në 5 deri në 6 aparate të tjera, me të njëjtin mostër të gjakut. Së fundmi kemi lansuar edhe një digitalizim në laboratorin e biokimik në spitalin tonë, ku kjo është mundësu pa kosto, domethënë. Të gjitha shërbime deri tani çka i kemi kryer si digitalizimi i rentgenit, digitalizimi i infermierisë, digitalizimi i laboratorit, gjitha nuk kanë kosto. Ky sistem e mundson që të dhënat të ruhen në kartelën e pacientit brenda hapësirës së spitalit, ku digitalizohet edhe fleta e rezultateve laboratorike, ku pacientit çdo raport që dorëzohet te pacienti e gjeneron një QR kod, ku QR kodi pasi që të skanohet, po demonstroj këtu, automatikisht hapet rezultati i analizës sikur këtu. Me këto është bërë mundur që rezultati të shkon të pacienti përmes email-it apo edhe platforma të tjera, gjithmonë duke respektuar dhënat personale të tij. Edhe me këtë e kursejmë pacientin, për shkak se pacienti vjen një mëngjes, i jap analizat, pastaj i njëjti duhet marr prapë, kurse ne i shërbejmë 4 komunave.